Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni zorrën e trash me këtë recetë që bën mrekulli me trupin tuaj. Zorra e trash është 5 metra gjatë, ajo zakonisht pritet të ketë problem me funksionin e saj dhe gjithmonë ne i kushtojmë pak vëmendje. Ajo luan një rol tepër të rëndësishëm në jetën tuaj dhe prandaj ju nuk duhet që ta injoroni. Ja disa nga rregullat që nuk duhet të anashkalohen për një funksionim sa më të mirë të zorrëve. Shtoni në dietën tuaj vitaminë C. Kjo vitaminë gjendet në shumë fruta dhe perime dhe ju ndihmon që ju të pastroni zorrën e trash, thot një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni lakër jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon. Përdorni gjithashtu probiotik, të cilët munden të ndihmojnë në parandalimin dhe në trajtimin e sëmundjeve të zorrës së trash. Këto baktere të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë gjithashtu konsistencën e lëvizjes së zorrëve, dy funksione të shëndetit të tretjes që kanë të bëjnë me zorrën e trash. Nivele të larta të probiotikëve gjenden në ushqime të fermentuara si kosi, uthulla e mollës, djathi e të tjerë. Shtoni niseshte në dietën tuaj. Niseshte rezistente të cilat gjenden në ushqimet bimore si patate dhe orizi, bishtajoret, bananet jeshile, ndihmojnë që një zorrë të jetë të shëndetshme duke rritur mikroflorën e zorrëve. Gjithashtu një studim i vitit 2013 mbi niseshte rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun për sëmundje të zorrës së trash. Pini më shumë ujë për të rregulluar tretjen. Mungesa e lëngjeve është një shkak tepër i zakonshëm i kapsllëkut, kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mundet që ta parandalojë këtë. Një mënyrë tjetër gjithashtu për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja ditore për marrjen e lëngjeve është gjithashtu edhe përfshirja e frutave dhe perimeve, të cilat kanë një përmbajtje tepër të lartë të ujit. Nga ana tjetër duhet të konsumoni ushqime të tilla si kastraveca, kungulli i njom, selino, domate, pjepër dhe lule shtrydhe. Sigurohuni që të hani më shumë ushqime me fibra të larta. Çajrat bimor ndihmojnë në përmirësimin e funksionit tretës të zorrës së trash. Provoni një lavazh me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 vërtetoi se uji i kripur pastron në zorrën e trash. Çdo mëngjes para se të konsumoni ushqim, përzieni 2 lugë çaj krip në një gotë me ujë të vakët. Pijeni atë shpejt dhe përsëriteni këtë proces edhe në mbrëmje. Mënyra më e mirë për ta mbajtur zorrën tuaj të trash të pastër është duke pirë mjaftueshëm ujë dhe një dietë të shëndetshme dhe njëkohësisht e ekuilibruar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ju ta pastroni atë her pas here, pasi është organi përfundimtar i sistemit tuaj tretës, gjë që është përgjegjës edhe për hidratimin e duhur të trupit, riciklimin e acideve yndyrore dhe për pastrimin e trash dhe thithjen e vitaminave. Ne sot do t'ju tregojmë një recetë e cila është tepër efektive. Molla është pikërisht opsioni perfekt për pastrimin e trupit tuaj dhe gjithashtu ajo do të ndihmojë në largimin e toksinave dhe lehtësimin e simptomave të pakëndshme siç është kapsllëku. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një mollë, një lugë gjelle fara chia, 2 gota ujë, një lugë gjelle fara lini dhe gjithashtu një lugë gjelle mjalt. Përgatitja: futini në ujë farat e lirit dhe chiat për 6 orë. Lani mollën me kujdes dhe më pas coptojini në copa të vogla. Vendosni farat e njoma, mollën dhe mjaltin në një blender. Shtoni ujin në një përzierje dhe më pas përzieni atë. Lëreni pijen të qëndrojë për 3 orë në frigorifer. Pini një gotë në mëngjes me stomakun tuaj bosh. Për një javë ju do të ndiheni akoma edhe më mirë. Pastrimi i zorrës së trash është mjaft i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për ta mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm dhe të ekuilibruar.
Në këtë postim ne sot do t'ju tregojmë mënyrat se si ju të pastroni zorrën e trash përmes bimëve medicinale. Nenexhiku ose thënë ndryshe mentja. Kjo është një bimë me shumë virtyte dhe pothuajse shumica prej këtyre virtyteve janë të lidhura me sistemin e tretjes. Nenexhiku gjithashtu ndihmon në pastrimin e zorrëve nga parazitët dhe bakteret. Kamomili. Çaji i kamomilit lehtëson inflamacionin dhe përmirëson tretjen. Ju duhet që të pini një filxhan çaj kamomili çdo ditë në mënyrë që të pastroni zorrët nga parazitët. Kopra. A keni dëgjuar ndonjëherë për çajin e koprës? Ai ka një aromë të freskët dhe gjithashtu është antiinflamator dhe mbron sistemin tuaj tretës. Ky çaj është i përkryer kur ndiheni të plotë apo të fryrë. Nëse pini çaj kopre pas çdo vakti, kjo do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Trumz. Kjo është një bimë medicinale e cila vjen nga mesdheu. Trumza është antiinflamatore dhe njëkohësisht antibakteriale. Ajo është shumë e mirë edhe për pastrimin e zorrëve dhe parandalon formimin e parazitëve. Perimet jeshile. Zarzavatet pa gjethe, spinaçi, kale, lakrat e Brukselit, asparagu, zarzavatet, bizelet janë të gjitha të pasura me klorofil i cili ndihmon në pastrimin e traktit të zorrëve dhe si rezultat qetëson zorrën e trash. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Mundemi që t'i zgjejmë perimet, t'i shtojmë gjithashtu në supa ose edhe t'i skuqim me pak salcë ose edhe me pak gjalp ose vaj ulliri. Xhenxhefili. Xhenxhefili ka veti antiseptike dhe njëkohësisht është i dobishëm pasi stimulon tretjen. Mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hajë direkt. Shtoni një lugë çaj, lëng xhenxhefili dhe mjalti. Përzieni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Ju gjithashtu mundet që të bëni edhe një smoothie. Kjo përzierje mundet që të konsumohet 2 herë në ditë. Ju duhet një lugë xhenxhefil, një mollë e prerë, një filxhan spinaq, një karrotë e prerë. Përzieni të gjithë këta përbërës me një gotë ujë dhe smoothie juaj është gati. Pijeni atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e duhur të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur njëkohësisht mollë dhe limon. Mollët dhe limonët janë të pasur me lëndë ushqyese që përmirësojnë veprimin e tretjes siç janë vitaminat C dhe A, antioksidant dhe fibra. Ju mundet që të bëni lëngje të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe një lugë çaj lëng xhenxhefili. Përzieni në gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trash dhe për të inkurajuar tretjen e duhur. Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu në largimin e mbeturinave nga trupi ynë, duke ruajtur bakteret e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trash për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzieni uthull molle të papërpunuar dhe mjalt në sasi të barabartë 2 lugë. Përzieni në një gotë me ujë dhe pjeni një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe shumë përfitime të tjera, siç është parandalimi i diabetit dhe ulja e kolesterolit të keq. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.